A si qerdhe? Po një qerdhe mund të kapi 1000 metra katror trull. Do të thotë gjëfare, pallatet që janë ndërtuar për tërmetet. Për banorët që ishin prekur në atë tërmetet. Pak zona të lira ka, pak toka shtet ka që mund të bësh një lagje. Ato nuk ishin shtëpi të dëmtuara nga tërmeti. Jo, si ishin shtëpi të dëmtuara. Ishin përkundër, ishin komplet banesa të reja me të tërë infrastrukturën përkatëse, me shkolla, me kopshte, me të tëra, ishte lagje. Që është lagja Pesmaje dhe kjo ishte e njohur me njësi administrative me tëra. Kështu që për këtë arsye vlerësoj që kjo për mendimin tim është një vjedhje e pastër. Dhe për këtë arsye unë mendoj që jo Ledioni, po ligji do ta çojë përpara drejtësisë. Mendoj që edhe Erion Veliaj ka rasti më të mirë të tregojë dhe të bashkëpunojë, sepse është një procedim tashmë. Nuk është se jemi në faza kallëzimi etj. Është një procedim i regjistruar me kërkesë të vetë prokurorit. Madje prokurori ka këmbgulur që çështja të kthehet sepse duhet të zhvillojë me time të gjithanshme. Erion Veliaj ka të gjitha mundësitë për të treguar të vërtetën për këtë rast. Sepse nuk është i vetëm Erion Veliaj. Unë nuk e diskutoj që ai ka pasur ato përfitimet e tij nga kjo aferë, por tashmë ai në kushte burgu është. 10 vjet do t'i kaloj aty. Kështu ka mundësinë më të mirë për të treguar të vërtetën, sepse nëse do të shtohet edhe kjo çështje, do kemi akoma të tjera rëndesa. Me që deklaroi që do luftoj edhe për ne, jo për gjë. Unë kam besim, sepse edhe nga informacione jo formale ose që më kanë ardhur, kam besim që Erion Veliaj ka shumë, por ka frikë sepse i rrezikohet jeta në burg. Kështu që për këtë arsye mendoj. Një sekond, po thua që Erion Veliaj do të kthehet kundër Ramës, po është kërcënuar në burg? Është kërcënuar dhe ndaj tij ai ka frikë jetën. Dhe kjo është arsyeja që Erion Veliaj nuk po flet. Siç duhet, se ka filluar ato përçarjet që janë të dukshme në publik, por atje i rrezikohet jeta. Dhe kjo është arsyeja që ai nuk po flet siç duhet. Por do vi dita që ai do ta kuptojë që nuk do të ndodhi asgjë, thjesht të heqë këtë frikë dhe të vijojë, të shërbejë atij komuniteti që e ka votuar. Sepse nuk mundet që edhe atyre që se ka votuar prapë ka për detyrë të shërbejë. Po, ka për detyrë sepse tek e fundit duhet të shërbejë vetes vetë njerëz, sepse nëse atje ndoshta duhet edhe të pendohet për ata që ka vjedhur se sepse nëse do dënohet 10 vjet tek çështja që ka aktualisht, do dënohet edhe 10 këtej dhe s'dihet se kur del. Kështu që unë mendoj që është rasti më i mirë edhe për ta çuar përpara drejtësisë kryeministit, që edhe në mas detyrim paraqitje nuk e pengon prokurorin, sepse tashmë kemi kauzën Berisha që ka kaluar kjo pjesë e kësaj, kështu edhe në rolin e kryeministrit mund të ketë një masë që mund të jetë detyrim për të paraqitur. Kështu që mendoj, provat janë, fakti është, kemi një fakte pallate të tëra që janë të ndërtuara në zonë dhe mendoj që në këtë rast Veliaj, përveç se është një autor, duhet të bëhet bashkëpunëtor. Mbyllje brillante kjo, faleminderit Artur Gozi. Ne miqtetash do kalojmë në shkëputje të vockël publicitare, rikthehemi më njëherë pas pak, qëndroni me Kafe Sheto dhe nëse ka televizor në burg, Erion Veliaj e mori mesazhin.